Elbasan është zhvilluar dëgjesa e tretë publike mbi reformën territoriale, ku në qendër të diskutimeve ishte afrimi i shërbimeve ndaj qytetarëve dhe jo thjesht rikonfigurimi i hartës administrative. Mesazhi kryesor që doli nga takimi ishte se reforma duhet matet me cilësinë e shërbimeve dhe ndikimin tek komuniteti, më shumë se sa me kufi territorial. Qoftë se do arrijmë vetë, kemi bërë reformë bëjmë si doli. Me 5 bashkime, me 105, me 305, me çfarë do doli. Jemi në rrugë të lejnë nga në politike. Pyesni njerëzit jam të knaqë apo s'jam të knaqë. Politikanët kanë siç kanë qenë dhe dikur, letoni votën dhe të bëjnë votë mirë për njerëzit. 3 minutë që mbaroj, unë nuk mund të flas më tepër sepse dua të respektoj kohën, por shikojeni me këtë sy dhe lejnë gjëra të tjera. Themi njerëzit atje ku gjën. Do të thehen vetëm për qeverisë të tij. Ashtu siç ishin, unë po them që zona e Shpatit vërtet ka një numër banorësh gati 40.000. Por normalisht, me gjendjen që ka, me 400 milion lekë vjetra që siguron gjatë gjithë vitit, ose 500 milion lekë vjetra gjatë gjithë vitit, unë besoj që nuk mund të vete një shërbim as dhe një rrugë në një fshat. Dy bashkëkryetarët e Komisionit Parlamentar për Reformën Territoriale, Arbian Mazniku dhe Luciano Boçi, ndanë të njëjtin qëndrim sa i përket parimit bazë. Reforma nuk duhet të shërbejë për kalkulime politike apo thjesht për numra. Megjithatë, pikërisht e mënyra e përkthimit të këtyre numrave në ndarje konkrete administrative, qëndrimet e tyre duket se ndahen. Unë besoj që secila prej dëgjesave po sjell një dimension të re në diskutim. Neve po flasim gjithmonë në shumë fakte dhe po e çojmë diskutimin në hullitë e dura, po flitet për kompetencat, për mënyrën se si shërbim qytetarëve, për mënyrën se si mund të kemi bashki të cilat janë më eficiente, që ofrojnë shërbime më të mira, që i qëndrojnë më afër njerëzve, që i kanë kapacitet financiare për t'i ofruar shërbimet, që i kanë kapacitetet e nevojshme në nivel e burimesh njerëzor për t'i ofruar shërbimet. Dhe në fakt kjo është gjëja që njerëzit janë të interesuar dhe përtej diskutimit të numrave, i cili rrezikon që të kthehet në diskutim kumbulleshkash. Jo kaq po pse kaq jo aq, dhe të dekadoj në një diskutim elektoral, duam më shumë bashki që të kemi mundësi të fitojmë më shumë bashki. Mendoj që nëse e fusim në hullitë e dura, nëse diskutojmë për mënyrën se si duhet të ofrojmë shërbimin qytetarëve, se si të ketë bashkia kapacitetet njerëzore, financiare, ligjore për t'i ofruar shërbime siç duhet njerëzve, atëherë besoj që kemi zgjidhur realisht një problem të përditshmërisë njerëzve. Është dëgjesa e tretë dhe ne bëjmë bilance pas çdo dëgjese, ekspertët tanë mbajnë gjitha shënimet, nisur edhe nga dëgjesat e tjera. Prevalon mendimi, meqense ju e hapet dhe s'do bini dakord, që të ketë shtim të numrit të bashkive. Por e thënë kështu, thatë, duket sikur është luftë politike numrash bashkish. Nuk është e këtill. Është një betejë për t'i çuar shërbimin afër qytetarit, sepse ky është thelbi i pushtetit lokal vet. Normal një pushtet lokal që ka mundësinë financiare edhe mundësinë ekzekutive me kompetenca dhe funksionalitet, cilat përgjatë këtyre viteve janë bjerë në fakt për shkak edhe të tendencës së qeverisë për ta centralizuar pushtetin, për të hequr demokracinë dhe mbi gjitha për ta përdorur atë politikisht, sepse këto gjëra thënë shpesh mangen edhe nga debatuesit, sepse rriten temperaturat. E vërteta është që pushteti lokal në Shqipëri shihet si magazin votash, edhe këtu është edhe vlera kryesore, valenca kryesore e tij nga pushteti qendror dhe nuk shihet si shërbyesi numër 1 i qytetarit dhe ketë një lloj autonomie, jo vetëm funksionale, por edhe politike. Ai ka një kontroll rigjid politik dhe ky kontroll pastaj reflekton edhe në keq menaxhim, në abuzim, edhe në mënyrën pastaj se si cilësisht shërbehet qytetari. Bashkisë Elbasan Gledian Llatja theksoi se bashkitë shpesh përballen me përgjegjësi të shtuara për shërbimet publike, ndërkohë që fondet nuk janë në të njëjtin nivel, duke vështirësuar realizimin e tyre në praktik. Megjithëse dëgjesa nuk u karakterizua nga përplasje të forta apo debate të ashpra, ajo solli në vëmendje sfidat reale të reformës territoriale, duke treguar se përtej dakordsive në parim, rruga drejt një zgjidhje konkrete mbetet ende e hapur.